再来看阿尔巴尼亚这个国家是要求所有网络的供应商伫3月13之前，要来封锁中国抖音的海外版本，也就是 TikTok， 变作是欧洲第一个封锁 TikTok 的国家。也毋过，其实因国内反对党呢是强调讲，即卖的竞选活动拢是靠 TikTok。5月就要来选举啊，所以这禁令实施的时间呢是互人真怀疑。也若官方是认为讲，这个禁令就是因为进前有一个14岁的少年人。甲同学伫 TikTok 冤家，结果煞互人杀死，即马为着安全才会安尼做。伫阿尔巴尼亚，中国第一人平台抖音海外版 TikTok 至少12个月免过用路。这个应用程式伫这个巴尔干国家差不多150万的用户。禁令原因是去年底一个青少年互同学刺杀身亡，2人捌伫 TikTok 冤家。政府指控 TikTok 煽动暴力甲欺凌，尤其伫囡仔阶段年龄层的情形更较严重。政府甲差不多6.5万个家长开1300摆会议。学校校长表示，大部分家长拢支持这项禁令。Në momentin që ata janë bërë media për mbylljen e TikTokut, unë duhet të them që në masë mbi 90% e prindërve kanë qenë shumë dakord për këtë masë që është marrë. TikTok has always been a medium for us to really just express ourselves, but inherently there comes a time when even the most beautiful things must come to an end. 阿尔巴尼亚是第一个完全封锁 TikTok 的欧洲国家，不过可能刷去到其他国家对咧做。根据当地媒体报道，主管机关已经下令所网络服务供应商封锁这应用程式的敦促，佮提出书面报告。Problemeve që kanë ata lidhur me mungesën e interesit për të mësuar, mungesën e motivimit për masa qeverisëse, shumë më të gjëra, shumë më të thella dhe masa e tillë e mbylljes së TikTokut duket si një。不过，反对党指期颁布禁令的时机点无法度接受关 TikTok， 因为5月就要国会选举，因拢是用 TikTok 举行竞选活动。最近也可是伫选举无效的混乱当中，有专家认为是 TikTok 的帮助继续去候选人伫去年投票当中胜利。不过最后反而宣布当选无效。反对党已经号召民众15日全国发动示威，反对 TikTok 禁令。公司新闻恩文玲报道。